gëzuar festa e madhe e Fitr Bajramit. Sot përjetojmë një nga gëzimet më të mëdha të vitit, festën e madhe të Fitr Bajramit. Gëzim ky që është thellësisht i ndërlidhur me Allahun fuqiplot, sepse me vetdije të lartë dhe me besim të paluhatshëm përcollëm muajin e shenjtë të Ramazanit. Agjeruam ditët e tij duke ngritur vetdijen tonë për Zotin, për botën dhe për njeriu. Pastruam shpirtin dhe zemrat tona. Forcuam bindjet tona me dijen, moralin, familjen dhe marrëdhëniet ndërfisnore e ndërnjerëzore. Jemi të lumtur që jo vetëm agjeruam, por edhe dëshmuam se besimi ynë në Zotin nuk është thjesht një teori, por një bindje e thellë që e jetojmë me gjithë qenjen tonë. Ne dëshmuam se jemi të përkushtuar fuqishëm për ngritjen e dinjitetit tonë në të gjitha aspektet, në atë fetare, humane, intelektuale dhe shoqërore. Gjatë gjithë muajit të Ramazanit dëshmuam urtësinë, maturinë, paqen dhe solidaritetin tonë të paluhatshëm. Në këtë festë të madhe të Fitr Bajramit, në këtë festë të madhe shpirtërore, jemi të lumtur që triumfuam mbi destruktivitetin, materializmin, egoizmin dhe xhelozinë. Me këtë i dërguam botës mesazhin se vlerat morale janë qëllimi më i lartë i aktivitetit njerëzor. Me ndjenjen e urisë dhe etjes, ne bëm thirrje për më shumë kujdes ndaj njeriut. Paqja që kultivuam gjatë Ramazanit të bekuar, dëshmoi se njerëzimi duhet të jetë i përkushtuar ndaj respektimit të vlerave njerëzore, duke shmangur vrasjet, luftrat, masakret dhe gjenocidet.